Bismillahirrahmanirrahim, të dashur vëllezër, të nderuar xhamatli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se keni ardhur të gjithë. Jemi para namazit të xumas. E kemi vëlla Indritin i cili ka ardhur nga Durrësi i Shqipërisë. Por kësaj radhe, ky vëlla jon nuk është vetëm Indriti, por është edhe përfaqësuesi i shoqatës së verbërve nga qyteti Durrësit, i cili ka ardhur me një grup vëllezër dhe motrash për të na vizitu dhe për të na nderu. Prandaj ky syt e ballit nuk i ka, por syt e zemrës shumë mirë i funksionojnë. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka ne sprovon Allahu me dy të dashurat e tij në ball, atij i takon xheneti në dynja dhe në ahiret. Prandaj Indrit, mirë se ke ardhur, e qofsh i bekuar një dy fjalë që nuk priton të më përshëndetsh xhamatin tem, xhamin tem, popullin tem, njerëzit e mi. Më ke nderu. Amin. I nderum i din me të nderu. Urnoj dashurin. Afro. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Esselatu selamu rasulillah. Falenderimet i takojnë Allahut azza wa xal që na e boni risk të vim këtu tek hoxha i nderuar Fatmir. Dhe siç ka emrin fatin e mirë, Allah na ka bërë fatin e mirë që të vim të takojmë këtë hoxhë nderuar dhe të ndihemi shumë të respektuar, shumë të nderuar. Unë këtë e them edhe nga vetja ime, që kjo sprovë që unë kam mbi shpallët dhe vëllezërit e motra muslimane, që uroj që mos ta ketë asnjë, po mua më duket sikur e ka marrë gjithë xhamati këtu, gjithë edhe hoxha në krye, na duket sikur e mba atë pjesën e sprovës tonë që ne nuk shikojmë. Dhe ju jap përshëndetjen e banorëve të xhenetit, gjithë xhamatit Çipolit, xhamisë ku hoxha e nderuar ma ligjërata, dhe lusë Allahun azza wa xal, Allah na falë dhe na mëshiroj, Allah të falet mëshiroj ata që janë smur, Allah i dhënë shërim plot, Allah nderoft imamin e nderuar Bilal Teqa, muftiun e Shqipnisë, që bo sebeb na për këtë mezhlis, për këtë vizit këtu. Allah e beqatof me mirësi dhe xhenet firdeus. Allah i fal gjithë ata që kanë ndruar jetë dhe ata luftëtarë të Kosovës, ku një nga ata luftëtarë që kanë ndruar jetë, kanë qenë edhe parte e mirë se unë jam çam. Dhe desha të bëjmë 3 tekbire inshallah për ata të nderuar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Me të vërtetë ndriti me këtë fjali neve na ka emocionu, se ne vëllezërit e Kosovës nuk do të kishim mundësi ta fitonim këtë liri pas Allahut, sikur vëllezërit tanë në Shqipëri mos na i hapnin dyert e zemrave para se të na i hapnin dyert e shtëpiave të tyre. Prandaj ne jemi krenar për një popull dhe për besimtarët tanë. Mirë se keni ardhur, na keni nderu o vëlla. Unë jam edhe çam, doja të thoja me origjinë, sprovën që keni pas ju, e kena pas edhe në çam, ku gjyshi timi kanë thërë 2 fëmijë, edhe i thanë konvertohu në ortodoks. Gjyshi im nuk pranoi, ja therën aty në sy. A kupton, gjyshës time edhe gjyshi tim. Po Allah e bos për banorët e xhenetit. Qofshim gjithë inshallah. Ndriti ka sprovën në sy, por edhe dorën e majtë e ka sikur unë që kam dorën e djathtë. E falenderoj Allahun këtu se kur e pash Ndritin, më kujtu vetja ime për shkak se
sikur Allahu mos të më mshërante, të më mbronte syt, kam pas mundësi të mbetem pa dysë. Por inshallah na takon Zoti në xhennet. Amin, ja Rabi. të rujtë Gjithë Allahu, dhe motrën musliman. Vëllazën sot kemi musafir nga Durrësi, ka ardhe ndriti vet i 18 me vëllezër dhe me motra, pjesë e madhe tyne sprovuar në sy, por me zemër të shnosh e me shpirt plot iman e dashni. Amin. E kjo është mbi të gjitha. Prandaj e falenderoj Allahun dhul xhelal, motrat tona janë nalt atje, duke u fal, edhe ne do të falemi së bashku, e mirë se kanë ardhur, na kanë nderuar shumë. Unë nuk e di cilën vepër ma ka pranua Allahu që këtyre vëllezërve ti udhëzoj Allahu më ardhë prej skajit Shqipërisë atje e pesheni, po thot jam me origjinë nga Çamëria, me ardhë në skajin tjetër verior të gjeografisë së Shqipërisë etnike në Mitrovic, e më nderu Allahu jo veç mu, por këtë gjematin tim këtu në prezencën e juj. Allahu ju shpërbleft për vëmendje, e qofa që bardhë. Ndriti e ka një kërkes për mu, po thot, a më lejon me thirë e zanin në gjamin tane këtu në Shqipëll. A mi adhon këtë drejtë ndriti, dhe? Unë i kam këgja notat e shtira, me ditë e ndrit. Allah Se e që beqato. atë emocion që na e dha ndriti, po kam qef me këthy pak në relax dhe në humor, mirë se keni ardhur të gjithë, e Zoti ju rujt. Faleminderit Allah shumë. e Haxhi Muharrem me lejnë Allahut pas namazit ju plesht nuk shkoni te shtëpia, por rini këtu e t'ia bëjmë një pritje këtyre vëllezërve dhe këtyre motrave në udhën e Bacit Met nalt atje. Do të organizojmë inshallah bashk edhe do t'i presim një turez kështu bujare dhe modeste inshallah. Amin. Respekt për ty shumë. E ndrit ka ardhur koha me thirrë zonin, Habib merre për krahu.